Pyetja e radhës sot kështu. Na shpjego si të lidhemi në namaz me xhamat nëse jemi me vonesë për shembull në rekatin e tretë. Po kjo mund të ndodhë rekatin e parë, mund të ndodhë në ditën e tretë, në katërt. S'ka lidhje. Shive, në qoftë se ke hinë xhami, edhe xhamati janë ruku, janë porull, ruku. Po. Ruku janë, do më thonë, prej në këmp, kur thu Allahu Ekber, shkon në ruku. Nëse ai që futet në xhami, thot Allahu Ekber, edhe bjen ruku, edhe xhamatin e kap imamin ruku, kur thot imami semi Allahu limen hamide, edhe ki thot semi Allah, atëherë në rregull, e ka kap rekat. Por ndryshe nëse në xhami, edhe imami thot semi Allahu limen hamide, ki lidhet nuk e ka kap atë rekat. Do më thonë atë rekat e zamenson. Imami pas rekatit 4 ku t'jep selam, ki që ka hinë xhami më vonë, do më thonë e falë edhe 1 ose 2 ose 3, krejt varet cilin rekat ka arrit në xhami.